Sigurisht ngjarja është rënditse, ka të rënditur tërë opinionin, veçanti familjen e drejtësisë, të gjithë ata që janë punojës drejtësia, por edhe përtej kufive të Shqipërisë, sepse edhe mediat huaja kanë shkruar për këtë ngjarje të rëndë ku brenda institucionit drejtësisë vritet një gjyqtar. Kemi dy element që mund të diskutojmë, është siguria, sistemi i sigurisë dhe drejtësia dhe sistemi i drejtësisë, problematikat që krijohen, sepse kemi një historik ku në një numër të madh të vrarësh për shkak të pronave, kemi edhe gjyqtar, 3 gjyqtar të vrarë, kemi 3 gjyqtar të plagosur, ku kemi edhe mbi 11 raste të vendosur të lëndë eksplozive në banesat e tyre. Sigurisht që mund t'i referohemi elementet sigurisë ligjit 19/2016 për masat shtesë të sigurisë, që i referohet të gjitha atyre objekteve të një rëndësie të veçantë, ku masa e përcaktimit të shkallës të rrezikut dhe masat shtesë që do të jenë për elemente sigurisë. Këtu nuk mund të përjashtohen objektet të një rëndësie të veçantë, që është gjykata, prokuroria, por jo vetëm këta dhe shumë objekte tjera, të cilët do të kenë nivel sigurie, por edhe protokoll sigurie. Pra, është ligji, është VKM-ja, është rregulloria e brendshme e subjektit, ku nënshkruan në rastin konkret kryetari i gjykatës dhe pastaj institucioni përgjegjës, ai që merret me sigurinë, dhe pastaj patjetër edhe Ministria e Brendshme, roli i saj në mbështetje të kontrollit për masat e sigurisë. Ka çeduar sistemi i sigurisë, ngjarja tregoi që niveli ishte 0,